Prej veprave që duhet besimtari, apo thënë kështu, duhet të preokupohet me to, gjatë muajit të Ramazanit është edhe leximi i Kur'anit. Kjo për faktin se Allahu Gjelle wa Ala këtë muaj e ka dalluar dhe e ka veçuar me veçori të shumta, prej tyre është edhe zbritja e Kur'anit në këtë muaj. Allahu Gjelle wa Ala thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Muaj Ramazanit është muaj në të cilën Allahu Gjelle wa Ala e zbriti Kur'anin. Inna anzalnahu fi lejlatil qadri, ne Kur'anin e kemi zbrit në natën e kadrit. Inna anzalnahu fi lejlatin mubaraka, ne Kur'anin e kemi zbrit në një natë të begatshme. Allahu Gjelle wa Ala këtë muaj e quajti edhe si muaj i Kur'anit. Muaj i Kur'anit, pra e veçoi me zbritjen apo fillimin e zbritjes së Kur'anit në të. Është interesant se nëse meditojmë mbi hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi pasë të gjitha librat e shenjta para Kur'anit janë të zbritura në muajin e Ramazanit. Tevrati është i zbritur në muajin e Ramazanit. Injili është i zbritur në muajin e Ramazanit. Fletushkat e Musait dhe Ibrahimit janë të zbritura në muajin e Ramazanit. Pra Allahu Gjelle wa Ala këtë muaj e dalloi nga muajt e tjerë me zbritjen e shpalljeve të tij tek pejgamberët alayhimus salatu wassalam. Se muaji Ramazanit është muaji i Kur'anit tregon edhe fakti se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja lexonte Xhibrilit Kur'anin gjatë Ramazanit një herë. Gjatë Ramazanit, ndërsa në vitin e fundit apo në Ramazanin e fundit, pas të cilit vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja kishte lexuar Xhibrilit Kur'anin 2 herë. Kjo tregon se është e pëlqyer që gjatë Ramazanit ta lexojmë Kur'anin, qoftë në vetmi apo qoftë në bashkësi. Ta studiojmë Kur'anin, ta meditojmë atë, ta mësojmë atë edhe ta lexojmë, edhe ta mësojmë edhe të tjerëve, për faktin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Më i miri për juve është ai i cili e mëson Kur'anin edhe u mëson të tjerëve. Për të treguar apo për të spikatur faktin se muaji Ramazanit është muaji i Kur'anit, Allahu Gjelle wa Ala në gjatë muajit të Ramazanit e ka ligjësu një lloj të namazit, i cili quhet namazi i taravive. Namazi i taravive, e në të lexohet Kur'ani. Bile ka qenë traditë e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke filluar prej Umejrit radhiyallahu ta'ala anhu, dhe kanë vazhduar me këtë traditë se kanë zgjedh sahabi, shokë të pejgamberit, të cilët kanë pas zë të bukur edhe lexim të rrjedhshëm dhe u kanë paraprit njerëzve për imam. Umejri radhiyallahu ta'ala anhu caktoi imam të njerëzve, të muslimanëve në atë kohë, kanë Tamim ad-Darin dhe Ubej ibn Ka'bin, të cilët shquheshin me leximin e bukur dhe të rrjedhshëm të tyre të Kur'anit. Pra Allahu Gjelle wa Ala e ligjësoi namazin e taravive, në të cilin namaz lexohet Kur'ani gjatë, bukur, rrjedhshëm dhe mirë. Është përmend për Ebu Ubej ibn Ka'bin, 2 imamët të cilët i ka caktuar Umejri radhiyallahu ta'ala anhu, se faleshin apo lexonin në një rekat 200 ajete. Lexonin gjatë një rekati 200 ajete të Kur'anit. Kjo tregon faktin se muaji Ramazanit është muaji i Kur'anit. Andaj, besimtari gjatë këtij muaji duhet që të lidhet ngushtë me librin e Allahu Gjelle wa Ala, me leximin e tij, studimin e tij, analizën e tij e kështu me radhë, edhe ta vëj atë në praktik në mënyrë që të arrijë shpërblimin e Allahu Gjelle wa Ala në këtë botë, edhe rezultatet e saj t'i vijel në ditën kur do të del para Allahut Gjelle Gjelaluhu.